Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë të nderuar vëllezër dhe motra musliman në leximin e fjalëve të mbledhura nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nga shokët e tij dhe brezat e parë, të cilat i ka mbledhur imami jon, prisi besimtarve në hadith, Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, dhe e bëft atë dhe ne, dhe na bëft ne dhe atë prej banorëve të xhenetit Firdaus. E lutim Allahun e madhëruar të na japi sukses në leximin e këtyre haditheve, të na japi sukses në kuptimin dhe në mbajtjen e tyre përmendesh, dhe të na japi sukses në të vepruarit me të dhe të mësuarit e njerëzve. Normalisht që çdo punë ka vështirësitë e veta, por nuk mundemi ta lëm një punë duke qenë se nevoja e njerëzve është e madhe dhe paksimi i njerëzve të ditur është i dukshëm. Prandaj i lutemi Allahut vazhdimisht të na ndihmojë dhe të na ruaj nga gabimet, që të përhapet feja e drejtë, ashtu si don Allahu, dhe të na shpërblej për këtë në këtë botë dhe në botën tjetër. Tema e sotme, pas ndërprerjes që bëm, është tema e 46, hamlu sabi ala al-atik, mbajtja e voglushit mbi shpinë, mbajtja e fëmijës së vogël mbi shpinë. Dhe qëllimi me këtë temë është argëtimi që prindi ose familjari i bën fëmijës, është loja që zhvillon me të, dhe kjo ka dobi të shumta për fëmijën dhe i fut gëzim dhe lumturi në zemrën e voglushve. Dhe për këtë të shpërblen Allahu dhe i jep fëmijës bereqet në rritje, dhe kjo është gjithashtu nga shkaqet që fëmia të fillojë të flasë dhe të përshpejtojë të folurën, dhe trupin e tij pra të rritet në një formë sa më të mirë. Për këtë Imam Buhariu ka sjell hadithin i cili thotë, kam dëgjuar nga Al-Bara radiallahu anhu, i cili ka thënë, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan radiallahu anhu ala atiqihi, ka parë të dërguarin, kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Haseni, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ishte mbi shpatullën e tij ose mbi shpinën e tij. Dhe ai thoshte, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. O Allah, unë e dua atë, pra doje edhe ti. Pra,
Përfitimi që nxirret nga ky hadith është që e para vendi që ka Hasan ibn Ali dhe vllai i tij Husein ibn Ali, nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djemt e vajzës së tij Fatima, tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Lutja që bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fëmijët dhe ndjenjat e tij të forta dhe dashuria e tij e madhe për Hasanin dhe Huseinin. Dhe vazhdimisht kjo na tregon që prindi duhet i lutet Allahut subhanahu wa taala për fëmijët e tij dhe të mos rreshti kur dhe të mos pushoj kur pra lutja për fëmijën. Aq më tepër që lutja e prindit për fëmijën është lutje e pranuar. Nga ky hadith ne përfitojmë se ashtu siç e duam të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ashtu duam edhe familjen e tij. Dhe këtë e kemi adhurim ke Allahu dhe afrohemi ke Zoti me dashurinë që kemi për familjen e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe për shokët e tij. Por dashuria që kemi ne për ta nuk na bën që ne t'i tejkalojmë kufit, siç i kanë kaluar disa grupe, siç i kanë kaluar disa grupe të humbura që pretendojnë se e duan familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka tejkaluar kufirin me ta. Tejkalimi i kufive nuk është dashuri. Dashuri e vërtet është që ti jesh brenda ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Nuk është tejkalimi i kufive dashuri. Disa nga grupet e humbura pretendojnë që familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam di të fshehtën. Disa grupe të humbura i luten familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa grupe bëjnë kurban për ta, e tjera nga llojet e adhurimeve dhe mendojnë dhe pretendojnë që kjo është dashuri për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë gënjejnë veten dhe gënjejnë të tjerët. Atributet e Allahut, cilësitë e Allahut, të drejtat e Allahut janë vetëm të tij. Nuk i takon krijesës të marrë atributet e krijuesit. Nuk i lutemi atyre, nuk bëjmë tavaf ke varret e tyre, por ne jemi mesatar. E duam familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e ka dashur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe siç kanë ardhur argumentet e sakta për shembull për Hasanin dhe Huseinin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huma sayyida ash-shababi ahli al-janna. Ata të dy janë dy zotrinj e të rinjve të banorëve të xhenetit. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Hasanin, inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna ta'ifatayn 'azimatayn min al-muslimin. Biri im ky, pra për Hasanin, është zotëri dhe Allahu do të bashkojë me të
mes dy grupeve të mëdhaja të muslimanëve. Pra e tregoi Hasani vlerën e tij gjatë gjithë kohës, por në veçanti e ka treguar kur në mesin e muslimanëve ndodhi një trazir jashtëzakonisht e madhe për shkak të hipokritëve, për shkak të njerëzve që donin sherr, dhe hoqi dorë nga posti i tij dhe duke hequr dorë, Hasan ibn Ali, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe prej babait të tij, ndodhi një bashkim kolosal i muslimanëve. Pra u vërtetu fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë do të bashkojë Allahu me të mes dy grupeve të mëdhaja të muslimanëve. Pra, të gjithë pjesëtarët e familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin besimtar, ne i duam ata dhe i respektojmë dhe u japim të drejtën e tyre, por nuk kalojmë kufirin siç e bëjnë grupacionet e bidateve të cilët ne i përmendëm. Dhe po përmendim një rast kur këta grupacione që pretendojnë që e duan familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë akuzuar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, i cili doli në shekullin e 12 dhe i kritikoi grupet e bidateve, i kritikoi këta sharlatan, i kritikoi këta ignorant, këta njerëz që me paditurinë e tyre dhe në dukje pretendonin dituri, i quan njerëzit deri aty sa t'i luten varreve, t'i luten tyrbeve, teqeve, pemëve, gurve, pra u kthye prap shirku dhe pretendonin që ishin musliman. Nuk i te i kalon të kufit me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siç e bënin ata, e akuzuan shehun dhe thanë që ai e urren familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si mundet ta thot një njeri këtë fjalë vetëm se duke qenë kriminal? Vetëm kriminali mund ta thot. Lexoni librat e tij, do të shikoni dashurinë e madhe që ka ky sheh për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për sahabët. Dhe një nga rastet dhe një nga gjërat që e vërteton që ky sheh e donte familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë, është se të gjithë emrat e fëmijëve të tij janë emrat e familjarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fëmijët e Sheikh Abdul Wahhabit quhen Hasan, Hussein, Abdullah, Ibrahim, Fatime, përveç një fëmije që quhet Abdulaziz. Gjithë emrat e tjerë janë emrat e familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo tregon që një njeri që fëmijës tij i vën një emër, tregon që ky emër ka pozitë madhe ke shpirti i tij. Prandaj e përmendëm dhe te ky hadith ne shikojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mban fëmin mbi shtëpinë dhe duhet bën në dukje që luajtja me fëmijët duhet jetë me butësi. Duhet jetë që fëmia të argëtohet dhe të ndjejë kënaqësi. Jo siç bëjnë disa njerëz që e kapin fëmin dhe kujtojnë se është edhe ai i fortë si ata, e shkundin, e hedhin, ndonjëherë mund t'i bjerin tokë, ose saqë sikur të kishe gojë fëmia në atë moment do thoshte aman më let lirë. Prandaj duhet kemi kujdes që argëtimi i fëmijëve në këtë rast duhet bëhet me butësi dhe jo me ashpërsi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam. E tham pra që lutja që duhet t'i bëjmë fëmijëve nuk duhet të na ndaloj asnjë moment, pra. Dhe lutja është çelësi i çdo të mire në dynja dhe në ahiret. Prandaj duhet ta përdorim këtë armë për veten tonë
dhe për fëmijët dhe për njerëzit në përgjithësi. Kjo ishte tema e parë. Tema e dytë, tema e 47, thot Imam Buhariu, Allah e mëshiroft, el waledu qurratul ain. Fëmia është gëzim prurës dhe ngazllim për prindin. Në arabisht, fjala qurratul ain, arabët e thonë aqarra Allahu ajnek, që do thot ebrad Allahu dem'ata ajnik. Ta bëv Zoti lotin e gëzimit të ftohtë. Shumë veta këtë nuk e din, edhe unë nuk e dija, që njeriu t'i del lot nga gëzimi dhe i del lot nga mërzitja. Por loti i gëzimit është i ftohtë. Dhe kur thonë e bëft Allahu lotin e ftohtë, pra të bëft që ti të gëzohesh derisa arrin pikën që njeriu qan nga gëzimi. Dhe gjithashtu ka edhe kuptimin tjetër kjo fjalë, që belegh Allahu umniyetek, të bëft Allahu të arrish realizimin e asaj që dëshiron. Pra të arrish dëshirën dhe ëndrrën tënde, derisa syri të mos shikoj ndonjë gjë tjetër. Pra të rehatohet syri te kjo. Nuk ke më dëshirë tjetër, pra u realizu dëshira jote më e madhe. Kush është dëshira më e madhe e prindit? Dëshira më e madhe e prindit është që ta shohë fëmin sa më mirë. Është që, dhe kjo nënkupton që fëmia tjetë në bindje të Allahut, tjetë në rrugë të drejtë. Nuk ka gëzim më të madh për prindin kur e shikon fëmin në rrugën e drejtë që i bindet Allahut dhe largohet nga haramet. Pra kjo fjalë, që është vetëm me 2 ose 3 fjalë, pra kjo fjali me 2 ose 3 fjalë, ka këtë kuptim që ty ta bëf Zoti kënaqësinë dhe lumturinë që ti shohësh fëmijët e tu në rrugën e drejtë. Po ashtu këtu edhe familjarët e tu gjithashtu. Dhe Imam Buhariu e ka sjell këtë temë për të treguar që fëmia është shkak i gëzimit dhe shkak i lumturisë. Me ato që thamë më përpara. Dhe ka sjell një hadith i cili transmetohet nga Jubair ibn Nufeir, nga babai i tij, transmetohet nga Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufeir, nga babai i tij që quhet Jubair ibn Nufeir, ka thënë: "Jalesna ila al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu yawman." Ulëm tek Miqdad ibn al-Aswad, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, një ditë prej ditëve. Famarra bihi rajulun faqal, kaloi tek ai një burr dhe tha: Tuba li hatejni l'ajnejni lletejni ra'ata Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Lum për këto 2 sy, të cilët kanë parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law wadidna anna ra'ayna ma ra'ayt wa shahidna ma shahid. Betohem në Allahun që ne kemi dëshirë ose kishim dëshirë të shikonim atë që shikove ti dhe të dëshmonim atë që ke dëshmuar ti, ose të prezantonim atë që ke prezantuar ti. Festuldib, në këtë moment sahabi
u zemrua. Faj'altu a'jab, thot Jubair ibn Nufayr, unë thot u habita. Ma qala illa khajran, nuk tha thot vetëm se hajr, vetëm se të mirë. Thumma aqbala alayhi faqal, pastaj sahabi ju drejtua personit që foli dhe i tha: Ma yahmilu ar-rajul ala yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu an. Çfarë shtyn një person që të dëshiroj atë që Allahu ja ka bërë të pamundur atij. Pra e ka ndaluar prezencën e tij tjetë. Çfarë e bën të dëshiroj këtë dëshirë? La yadri law shahidahu kayfa yakunu fi, në të cilën ai nuk e di, si kur të kishte prezantuar, si do kishte reaguar. Wallahi, unë betohem në Allahun. Laqad hadara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Kanë prezantuar ke dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam shumë njerëz ose disa njerëz që Allahu i ka hedhur me turitë e tyre në xhehenem. Thumma lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu, nuk ju përgjigjen dhe nuk e vërtetuan, pra nuk e besuan. E wala tahmadun Allah azza wa jall, a nuk po falenderoni Allahun azza wa jall, idh akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, kur ju kanë sjell ju dhe ju nuk njihni tjetër përveç Zotit tuaj. Fetusaddiquna bima jaa bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, dhe të besoni atë që ka ardhur pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kufitumul bala bi ghayrikum, ju të mjaftoheni me belat, me sprovën e tjetër kujt. Wallahi laqad bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itha alaiha nabiyyun qat. Betohem në Allah, është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në më të rëndën gjendje që është dërguar një pejgamber ndonjëherë. Fi fetratin wa jahiliye, në një periudhë mes pejgamberëve, periudhë gjatë mes pejgamberëve dhe ignorancë. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadati al-awthan, nuk shikonin fe më të mirë se adhurimi i idhujve. Fajaa bi furqanin, erdhi me furqan, me ndarës, që është Kurani, që është tauhidi, që është feja islame, që ka ndarë mes të vërtetës dhe të kotës. Wa farraqa bayna al-walidi wa waladihi, ka ndarë mes prindit dhe fëmisë të tij. Hatta in kana ar-rajul la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran, derisa personi e shikonte babain e tij apo fëmin e tij apo vllajin e tij jo besimtar. Wa qad fataha Allahu qafla qalbihi bil iman, dhe Allahu ati ja kisha hapur atë perden e zemrës me besim, ose atë drynin e derën e zemrës me besim. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar, dhe e di që nëse ai pra do të vdiste i afërm i tij, pra do të hynte në zjarr. Fala taqirru 'aynuhu wa huwa ya'lam anna habibuhu fi an-nar, nuk kishte rahat syri i tij dhe ai e dinte që i dashuri i tij është në zjarr. Wa annaha lallati qala Allahu azza wa jall, dhe kjo është ajo për cilën ka thënë Allahu azza wa jall: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, dhe ata të cilët thanë, Zoti ynë na dhuron ne prej
bashkëshortëve dhe pasarzëve tanë lumturi dhe kënaqësi. Kjo ishte hadithi pak i gjatë në lexim dhe nuk më do mendja që do vazhdojmë hadith tjetër, ky do jetë hadithi i fundit, sepse këtu ka shumë për të folur dhe nuk dua që ta zgjas dhe t'ju rëndoj. Atëherë vazhdojmë e lexojmë nga e para. Atëherë Imam Buhariu e solli këtë hadith, këtë ngjarje, e cila transmetohet nga Xhubair ibn Nufeir, i cili thot: ishim ulur ke sahabi nderuar El-Miqdad ibn al-Aswad, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Dhe në këtë kohë vjen një burr i cili nuk i fsheh ndjenjat e tij dhe dashurinë e tij për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e pa këtë sahab, tha një fjalë: Tuba li hatejni l'ajnejni allatejni ra'ata Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Lum për këto dy sy, të cilët pan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, dashuria që kishte për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e bën që ta thojë të fjalë. Dhe tha, betohem në Allahun që ne do kishim dëshirë të shikonim atë që peti dhe të prezantonim atë që ke prezantuar ti. Në pamje të parë, siç thotë edhe Xhubair ibn Nufeir, Allahu e mëshiroft, duket sikur kjo fjalë nuk ka gjë të keqe. Duket sikur është fjalë që ka vetëm mirë, vetëm mirësi, vetëm hajër. Por këtu shikohet vlera e dijes. Sahabi e shikon dhe e peshon fjalën me Kur'an dhe me Sunet. Dhe nëse do ta kishim dëgjuar edhe ne këtë fjalë, patjetër që do thonim nuk ka asnjë cen, nuk ka asgjë të keqe kjo fjalë. Dhe duke u nisur, duke marrë shkak me këtë, që mund të na shpëtojë gjëra të tilla, sa e sa fjalë dëgjojmë nga njerëzit e devijuar, që e kemi haram të dëgjojmë. Dhe kjo ndalesë për të dëgjuar njerëzit e devijuar nuk është kot dhe nuk është diçka suplementare, po është detyrë. Ne t'i largohemi dëgjimit të njerëzve të devijuar, sepse disa gjëra mund t'i kuptojmë që janë gabim, po disa gjëra nuk i kuptojmë. Prandaj unë ju këshilloj juve dhe të gjithë muslimanët të dëgjojnë vetëm fjalët e dietarëve të mëdhenj të njohur dhe atyre dietarëve të cilët ndjekin rrugën e të parëve tanë të mirë. Të shikojnë personat këtë dëgjojnë në mënyrë që të ruajnë fenë e vet. Atëherë kjo fjalë pas ka diçka që e bëri këtë sahab të zemërohet. Dhe ju kthye atij. Sahabi, nga mëshira e tij, nga dashamirësia e tij, nga këshilla e tij që i bënte njerëzve, ju kthye, ju drejtua personit që e tha, dhe i tha: ma yahmilu ar-rajul ala yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu an. Çfarë shtyn një person që të dëshirojë atë që Allahu nuk e ka bërë të mundur? Nëse dera e sahabëve është mbyllur
dëshira jote që dua dhe unë të bëhem sahab, nuk është në binar, nuk është në vijen e dur. Sikur ti lutesh Allahut me gjithë dashurinë që ke ti për sahabët, o Zot, më bëj mua sahab. Ti i ke te kalu kufit në lutje. Lutja jote është e pasakt. Nuk mund ta bësh të lutje. E ke kalu kufirin. Nuk mund të thuash, nuk mund ta dëshirosh këtë gjë. Ajo u mbyll. Madje thonë për një person i cili erdhi për takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe arriti deri në Dhul Hulejfe, në vendin që quhet Mikat, ku njerëzit nisin haxhin ose umrën nga Medina. Ajo është afërsisht nga xhamia 7 kilometra, 8 kilometra, diçka e tillë, jo më shumë, maksimumi deri në 10 kilometra, jo më shumë se kaq. Dhe ky arriti deri aty dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vdiq. Dhe thuhet në biografinë e këtij personi, gati sa nuk u bë sahab. Pra gati sa nuk u bë sahab. Për pak kilometra do ishte bërë sahab edhe ky, do ishte marrë këtë gradë. Po kjo është e veçantë. Kjo gradë është e veçantë. Allahu ka dashur që këta njerëz të bëhen sahab, askush tjetër. Mos ju lut Allahut që më bëj dhe mua sahab, është mbyllur kjo gjë. Pra kjo lloj dëshire nuk është e ligjëruar në Kur'an dhe në Sunet. Sahabët kanë një vlerë të veçantë, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Sikur në njëri prej jush të shpenzoj, t'japi sa mali Uhudit, flori, mali Uhudit për ta krahasuar me juve që jeni në Tiranë, diku ke mali Dajtit plus minus, e kupton, diçka e tillë, edhe unë jo e jap si krahasim që mos mendoni ose mos paktën ta afroni. Pa, qofse juve do ta jepni sa mali Uhudit me flori, nuk barazohet me një grusht ose me gjysmë grushti që jep sahabi. Edhe nuk është e përcaktuar grushti. Mund të jetë miell, mund të jetë oriz, mund të jetë thjerza, mund të jetë çfarë të jetë. Kurse ky e ka të përcaktuar, e ka flori, nuk barazohet. Pra grada e sahabëve u mbyll. Askush nuk mundet ta thotë këtë fjalë. Dhe dëshira e njeriut, ndjenjat e zjarta që mund të ketë ai, kjo nuk do të thotë që ai të dali jashtë kufive të përcaktuara nga Kurani dhe Suneti. Prandaj sahabi i jep këtu këshillën e parë, që nuk bën me thënë këtë fjalë. Pra këtu tregohet vlera e dijes. Neve na duken gjitha kështu sikur janë gjitha të bukura, sikur janë gjitha, por dietari që është dietar i peshon fjalët dhe veprat me Kur'an dhe me Sunet. Dhe nëse duam që ne veprat tona të jenë adhurim ke Allahu, dhe të marrim shpërblim ke Allahu, sepse me atë po nisemi që edhe fjalën që ta themi të jetë adhurim, marrim shpërblim, edhe veprën të jetë adhurim. Pra nëse duam që kjo të jetë adhurim dhe të na afrojë ke Zoti, duhet ta peshojmë sipas Kuranit dhe Sunetit. Mos ta nisim fjalën kur ajo nuk përputhet me fjalën e Allahut dhe fjalën e dërguarit të tij. Pra tham, kjo dëshirë nuk të çon askund, sepse dera është e mbyllur. Nuk e shpjeguam fjalën tuba. Tuba ka kuptimin e mirësisë së shumtë, po njëkohësisht ka edhe kuptimin e xhenetit, por ka edhe kuptimin e një peme në xhenet. Normalisht që të gjitha janë brenda, dhe ka ardhur hadithi
tuba shajaratun fil janna, tuba është një pemë në xhenet, yasiru fiha ar-rakib masirata 100 am, udhton udhtari poshtë saj largësinë e 100 viteve. Thiyabu ahli al-janna takhruju min akmamiha, rrobat e banorëve të xhenetit dalin nga lëvoshkat e saj. Pra, fjala tuba. Njëkohësisht, edhe ne siç e përkthyem, është brenda kuptimit, pra që të mos lejmë diçka pa shpjeguar. Dhe vazhdon hadithi. La yadri law shahidahu kayfa yakunu fi. I jep këshillën e dytë. Ai person thot që prezanton, me që ti dhe unë do kisha dashur të prezantoja atë që prezantove ti, vetë prezenca nuk e bën personin në xhenet dhe e shpëton nga zjarri. Prandaj, nuk e dim, thot, qofse do kishe prezantuar, si do kishe reaguar, si do kishe vepruar. Sepse për të prezantuar, kam prezantuar shumë veta. Dhe Allahu Azza wa Jall uzoi atë që donte dhe humbi atë që donte. Ato njerëz i erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ata e refuzuan, e përgjigjëstruan, e luftuan dhe Allahu i hodhi me turitë e tyre në zjarr. As nuk u përgjigjen dhe as nuk e besuan, nuk e vërtetuan fjalën e tij. Tani, mas kësaj fillon këshilla e tretë që i jep. Awala tahmaduna Allah Azza wa Jall idh akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. A nuk po falenderoni Allahun që ju nxori juve, ju solli juve, që ju nuk njihni vetëm se Zotin tuaj? Këtë e keni detyrë. Kjo është adhurim. Të falenderoni Allahun që jeni në një brez, jeni në një kohë, që nuk keni kalu vështirësitë që ka pasur në kohën e ignorancës. Ju po jetoni një kohë që nuk njihni vetëm se Allahun dhe nuk njihni vetëm se, pra nuk besoni vetëm ato që ka thënë Allahu dhe dërguari i tij. A nuk po falenderoni Allahun? Këtë të bëni. Falenderoni Allahun se jeni në një mirësi të madhe. Dhe kjo mirësi është e paçmueshme. Kad kufitumul bela bi ghayrikum, ju është mjaftohuni me sprovën, me belat e tjetër kujt. Pra janë sprovuar të tjerë dhe ju falenderoni Allahun që nuk jeni sprovuar me atë që janë sprovuar sahabët në atë kohë. Wallahi, betohet në Allahun dhe tregon gjendjen se kur u dërgua i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Laqad bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin. Është dërguar pejgamberi në një gjendje më të rëndë, një gjendje më të vështirë që është dërguar në një pejgamber në një herë. Nuk ka pasur gjendje më të vështirë se ajo. Në botë kishte pllakosur errësira, kufri, shirku, ignoranca, padrejtësia, morali i keq, etj, vrasja e këto të tjerë nuk llogariten. Pra në këtë gjendje ku bota ishte kaq e rëndë, Allahu dërgoi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu i lartësuar, inni khalaqtu ibadi hunafa, unë i kam krijuar robërit e mi në fenë e drejtë, në tauhid, në adhurimin vetëm të Allahut, pa bërë shirk. Këtë kuptim ka fjala hunafa. Fajtalahumu shayatin,
dhe i larguan shejtanët nga kjo, i quan në shirk, i quan kufër e tjerë më radhë. Faharramat alejhim ma ahlaltu lahum, u a bën të ndaluar atë që unë ja kisha lejuar. Wa amarathum ay yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana, dhe i urdhëruan ata të më shoqërojnë mua ortak atë që ata unë nuk kam zbritur argument për këtë pra. Nuk kam zbritur argument që dikujt i takon adhurimi, por shejtanët i urdhëruan të bëjnë ortakëri dhe shirk me të tjerë. Wa anna Allaha nadhara ila ahli al-ardi, dhe Allahu pa tek banorët e tokës. Fa maqatahum, dhe u zemëru me ta, arabahum wa ajamahum, qofshin ata arab apo të huaj apo jo arab, gjithë bota. Illa baqaya min ahli al-kitab, përveç një pakice të vogël nga idhtarët e librit. Prandaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u dërgua në këtë situatë kur bota ishte e pllakosur, mbi të ishte pllakosur kufri dhe shirku dhe ignoranca. Dhe ne me këtë rast i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na shpëtojë në këtë kohë që ne jetojmë nga gjithë këto të këqija, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba." Ka filluar Islami si i huaj dhe do të përfundoj si i huaj, xheneti ose tuba, siç e shpjeguam më lart, është për këta njerëzit e huaj. Dhe thot, vazhdimi i hadithit: Ma yarauna në dinën afdal min ibadet il awthan, nuk shikoni, nuk mendonin njerëzit fe më të mirë se adhurimi i idhujve. Shikoj çaj gjendje e mjerueshme që adhurimi i idhujve tek njerëzit ishte feja më e mirë. Saqë tregohet në një transmetim, një nga sahabët e tregon, masi u bë musliman, ishim thot në udhtim. Dhe duke ecur, bërtiti dikush, tha: "Na humbi Zoti juaj. Çohuni ta kërkojmë." Pa, ato kishin një gur e mbanin për ta adhuruar. Edhe ndetën duke kërkuar aty derisa njëri bërtiti tha: "E kemi gjetur," tha, "Zotin tuaj," tha, "o po një tha që i ngjan atje, është afërsisht si puna ai, s'prish pun gur për gur." Kjo ishte ignoranca që jetonin njerëzit. A nuk po falenderoni Allahun që ju ka udhëzuar, se njerëzit kanë qenë në këtë gjendje, kaq e bëshin prej hurmi, e bëshin hurmas hurmi edhe adhuroshin, kur e merrte uria e hanin. Kjo ishte Zoti i tyre, i adhuruar i tyre. Dhe pas kësaj, pra tregon, fejaa bi furqanin farraqa bejne el haqi wal batil. Pra Allahu na solli atë që dallon, atë që pret, që është Kurani, që është tauhidi, që është feja islame, pret mes të vërtetës dhe të kotës, ndan mes vërtetës dhe të kotës. Jo çdo gjë që ndan është e urryer, dhe jo çdo gjë që bashkon është e pëlqyer. Që të ndash me të vërtetës dhe të kotës është e pëlqyer, dhe që të bashkohesh në të kotë është e urryer. Bashkimi në të vërtetë është ajo që pëlqen Allahu dhe i dërguar. Nuk mund të bashkohemi ne me rafidit, që e thamë më parë që e kanë te kaluar me dashurinë e familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saqë kanë bërë shirkë, në kufër e tjerë më radhë. Prandaj thot ky sahabi nderuar, dhe kjo e vërtet që erdhi, ndau mes prindit dhe fëmis. Këtu është edhe tematika jonë, që fëmia është gëzim prurës dhe lumturi për prindin. Duke qenë se kur vjen e vërteta, normalisht njerëzit sprovohen.
dikush e pranon të vërtetën dhe dikush nuk e pranon. Po mundet që fëmia ta pranoj, babai jo. Po mund që babai po dhe fëmia jo. Po a ka ra ati syri i prindit kur e shikon fëmin jo besimtar? A mundet flej gjumë prindi kur fëmia është jo besimtar? Pra këtu është thelbi i asaj çështje si ne jemi, që nëse ti e ke fëmin besimtar, atëherë je i rahatuar, je i lumturuar, je i gëzuar. Dhe thot sahabi, arriti puna deri këtu, që neve të dashurit ton, që ishim biologjik, jo të dashurit ton fetar, i shikonim që ishin jo besimtar, dhe nuk ishim rahat. Prandaj ju falenderoni Allahun se e shikoni gjithë fare fisin musliman, e shikoni familjen muslimane, falenderoni Allahun. Se ne nuk ishim rahat, ishim pa rahat kur e shikoshim fëmin jo besimtar ose babën ose vllajën ose këto. O jalemu in heleke, pra duke e ditur që nëse do vdiste do hynte në zjarr. Fela taqiru aynuhu, nuk i rahatoi syri dhe ai e dinte që i dashuri i tij pra nga ana biologjike jo nga ana fetare është në zjarr. Dhe për këtë zbriti ajeti walladhina yaqulun, pra ai kjo është lutja e robërve të Allahut, robërve të Rahmanit, që bëshin lutja Allahut. Dhe ne këtë lutje duhet ta bëjmë. Kjo lutje dilte nga thellësia e shpirtit, sepse ai vuante kur e shikonte fëmin, babën, vllajën, tjetrin, thoshte walladhina yaqulun, edhe ata të cilët thonë Rabbana, o Zoti ynë, heb lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratu a'yun. O Zoti ynë, na dhurone, se udhëzimi është vetëm për Allahut, prej bashkëshortëve, pra qofshin bashkëshort i përfshin të dy anët, wa dhurriyyatina, dhe fëmijëve, pra fëmijëve nipërve, qurratu a'yun, rahati të syrit, kënaqësi, pra e tham çfarë do të thotë qurratu a'yun, që neve mos shohim më gjë tjetër. A ka më për prindin se udhëzimi? Jo. Nëse e shikon të udhëzuar, nuk kërkon gjë tjetër. Prandaj kjo lutje, pasi e kuptuam, duhet i lutemi Allahut me këtë lutje, sepse është lutja e robërve të Rahmanit për fëmijët, për prindrit, për njerëzit tanë të afërm. Kjo tregon dashurinë dhe atë keqardhjen që ka besimtari dhe muslimani për personat të cilët kundërshtojnë Allahun dhe rrezikojnë që Allahu t'i dënojë në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruajt dhe themi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratu a'yun. Allahu u shpërbleft me të mira. Deri këtu e ndalojmë inshallah mësimin, sepse u bë gjatë. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.